Bashkia e Tiranës i jep kredi, por nuk i merr njëri, sepse ti duhet kalosh çmimin. Pra me atë vlerë që e Bashkia e Tiranës, ti mund blesh vetëm pas kuqan. Pra nuk blen Bashkia e Tiranës, nuk blen dot. Pra Bashkia e Tiranës jep kredi, jep mbështetje për kredi të buta, kur ti nuk e blen dot brenda. Për fund, se jemi vërtet në limitet tona, nëse do ishit këshilltar për politikat publike, çfarë do e këshillonin qeverinë shqiptare në këto momente decisive dhe në fazat e përmbledhjes së negociatave, si strategji zhvillimi afatgjatë? Shiko, unë vetëm do them vetëm diçka. Situata për mua, si e shoh, Aruba, kjo marrëveshje midis grupeve kryesore të narkotrafikut me oligarkët dhe me qeverisjen e dy partive kryesore. Vërtet u bën 2018 dhe 2019, po bën në një moment që Bashkimi Evropian ishte shumë larg Shqipërisë. Erdhën rrethanat pas luftës në Ukrainë, erdhën rrethanat tani më që Europa ka nevojë për Ukrainën, ka nevojë të ta mbështesë Ukrainën, po ta ketë edhe pjesë të vetën pas eksperiencës gjatë në luftë, dhe ne jemi një eksternalitet pozitiv i këtij procesi. Pra ne se futemi në Europë, në momentin që futet Ukraina, se nuk futemi, nuk ka shumë rëndësi për Europën. Kjo është një mundësi që një herë na vjen. Fati i madh, nuk është fat në fakt për Ukrainën, por fati i madh që ne jemi pjesë e këtij procesi. Aruba ndodhi sepse nuk e kishim. Nuk mund të krahasohet mundësia, shansi që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian duke mbajtur të njëjtat marrëveshje që janë bërë për një plan 25 vjeç. Nuk është më ai plan 25 vjeçar që ata kanë vendosur në Aruba. Plani tani është Europa. Faleminderit. Pra nga Aruba drejt Brukselit, shpresojmë të syti mbajmë drejt Brukselit. Ty janë perëndimi, apo njëra është perëndimi i egër, tjetri është perëndimi. Drejtimi i dur tjetër drejt Brukselit. Faleminderit Olti Rumbullaku për një bisedë gjithëpërfshirëse ku prekëm çështje që kanë të bëjnë me qytetarin, çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, me financat, që kanë të bëjnë me euron, që kanë të bëjnë me turizmin, kanë të bëjnë me ndërtimet, me strategjitë e zhvillimit dhe të ngjashme me këto. Miru takofshim putatën e radhës.